Jo çdo libër vetëm lexohet, disa edhe jetohen. Welcome to this moment është shkruar mes përjetimeve personale dhe reflektimeve të brendshme mbi ndryshimin, rritjen dhe kërkimin e vetvetes. I shkruar me ndjeshmëri dhe thellësi, ai na çon në një botë mes kaosit dhe qetësisë, duke sjellë përpara lexuesit një përvojë të gjallë të afërt. I shtrirë në 3 vera që shënojnë kthesa të rëndësishme, libri pasqyron kalimin e natyrshëm nga vajzëria në amësi dhe mendimet e ndjenjat që ndryshojnë bashkë me njeriun. Ky libër është promovuar mbrëmjen e së mërkurës në librarinë Dukagjini. Libri është një dokumentim i mendimeve të përditshme, do me thonë që ato mendime që ti i përjeton kur hen në rrjetet sociale, kur jetu bisedu me shok, me shoqe, dhe është një moment ku unë shumë shpesh postoj në për rrjetet sociale të mia, dhe ka qenë një vendim i vetëdijshëm prej anës time me marrë që ato shënime që i kam me i vendosë në format të gjatë që është ky libri tash. Do me thonë libri ka qëllimi me pas ndjenjën që është fletore personale për lexuesin. Unë kam qenë fazat ndryshme të trupit tem kur e kam shkruar këtë libër, do me thonë kam qenë vajzë e re 27 vjeçare, edhe ma ndjen çat proces, kam qenë shtatzan, jam bonan, kam kaluar në periudhën e maslindjes, edhe kam qenë në për proces shumë gjatë mënyrat ndryshme në trupin tem. Cana tregon pse vendosi të e shkruaj këtë libër në gjuhën angleze. Shpesh e thom në gjuhën shqipe, na në Kosovë, e kemi do me thonë gjuhën që e flasim me familje, me shoqni, është ndryshe mënyrën që shprehemi, për një kosisht gjuha që ti e mëson në shkollë dhe çka kërkosh me u shpreh në hartim është më ndryshe. Edhe kjo ka krijuar një disonancë shumë të madhe në mendjen time, ndjenjat e mia, kështu që më natyrshëm ka qenë me gjetë një zonë personal në gjuhën angleze. Gjithashtu duna me e përmend që literatura që unë e kam konsumu, arti që unë e kam konsumu është në gjuhën angleze kryesisht. Të pranishmit që ishin prezent në këtë moment të rëndësishëm të saj tregojnë për përshtypjet e para që kishin kur lexuan këtë libër. Si lloj ditari, po është ditar artistik, është ditar që shpalos mendime të fragmentume, jo me një kronologji konkrete, po mendimet e autorës për temat ndryshme, për sene që e njihet, sene që unë besoj janë shumë relevante për shumë njerëz që janë ato jetu në këtë epokë, në këtë vend. Ky libër është botim i shtëpisë botuese Dukagjini, ndërsa është libri i dytë i botuar nga autori Alikana Cana.